Me rreth $9.000 prodhim të brendshëm bruto për kokë banori, Maqedoninë e pret një rrugë e gjatë nëse dëshiron që standardi i qytetarëve të saj t'i afrohet atij të Bashkimit Evropian. Qytetarët e Maqedonisë janë rreth $15.000 më të varfër se qytetarët më të varfër në BE, përkatësisht bullgarët, dhe rreth $26 deri në $27.000 më të varfër se mesatarja e BE-s, ku bruto prodhimtaria vendore është $36 deri $37.000 për kokë banori. Nga Banka Botërore thonë se nëse duam të dyfishojmë pasurinë e popullsisë, do të duhet të kemi norma fantastike të rritjes së bruto prodhimit vendor. Again, depends on the growth rates. If you have very high growth rate, imagine having 10% growth rate. 10% growth rate, you double your GDP per person every 7 years, no? So therefore, from 8-9, you can go to, 17-18 in 7 years. Certainly you can reach 10,000 in a shorter period, but you need very high growth rates. So it all depends on the growth rate. Mirë po, për t'u arritur mesatarja e BE-s prej $36.000 nevojiten 40 deri 50 vite, varësisht nëse rritja është më e madhe apo më e vogël. Përndryshe, kryeministri Hristijan Mickoski paralajmëroi se deri në fund të mandatit të kësaj qeverie, përkatësisht deri në mesin e vitit të 2028, bruto prodhimtaria vendore do të arrijë deri në $20 miliardë apo mbi $10.000 për kokë banori. Për Bankën Botërore kjo është e arritshme, por nëse bëhen reforma dhe nëse shmangen dobësitë e sistemit, sipas bankës, por edhe sipas BE-s, Maqedonia ka 3 dobësi. Ato janë potenciali njerëzor, i cili është i dobët për shkak të arsimit të keq, biznes klima e keqe për kompanitë private dhe për shkak se kemi konsum të palogjikshëm të energjisë në shtet. Our countries in Europe and Central Asia use much less energy per person than countries in Western Europe. So while we use less energy per person, we use much more energy per unit of GDP. You see what a contradiction it is. We use 3 times more energy per unit of GDP than in Western Europe or in the countries of the EU. I pari delegacionit të BE-s në Maqedoni, Mihailis Rokas, thotë se patjetër të përmirësohet biznes klima. And already the sound of you, I have discussed, I have met the chambers, I have met the CEOs, and we all agree on that. Together, the World Bank as well, that we need to unleash the private sector potential. It can bring us steady growth, recessional and also you are. Use open this potential, we are not going to achieve the required status to bring additional prosperity within it. Rokas shtoi se reforma që ndërmerren në gjyqësor dhe në administratën publike duhet të bëhen realitet për të mirën e qytetarëve dhe biznesit.